kosa isha burr në te. Tash si do më lidhje mua, edhe të merrte motrën time. Si vete kunata me burrin e motrës? Ti për ta marrë për gruan këtë, ka shumë mënyra, po unë e di tezën e djalit. Që të vi, tha shumë përgjegjësin që bëri, tha shumë se burra gjen sa të duash, po motrë nuk të bëhet asnjëri. Ta gjesh ashtu nusën e djalit me kunatin, shale për shale, e gjerën. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni tek fotoja ime këtu poshtë dhe të abonoheni. Ditën e sotme në live-in tim, unë do sjell një histori që ka pasur shumë komente në rrjetet sociale. Historia e Artiola Dalipit, një nën e cila vetëm përpara disa ditëve ka qenë me mua dhe ka treguar historinë e saj. Në fakt ndarjen me bashkëshortin dhe largimin me një person tjetër që ajo u dashurua, por personi që u dashurua ishte burri i motrës së saj. Ndaj kjo histori, kjo video ka pasur një lum komentesh. Ndërkohë që ditën e sotme e motra e Artiolës, Ksenja, ka vendosur të reagojë dhe të jetë këtu në live me Odetën. Por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur episodin kur Artiola Dalipi ka qenë me mua dhe ka rrëfyer gjithë historinë, dashurinë e saj me burrin e motrës dhe se si ish partneri hakmerre duke i penguar të birin, dua të prezantoj një klip të shkurtër dhe të rikthehemi. Vendimin nga ajo shtëpi për ti kur e ka marrë vetë personalisht si Ol. Do kthesh apo të kthej unë njëre mirë? Unë kryam, po të pëlqevi mirë, po të pëlqevi tjeti. Ama kështu është. Një të marrë djalin, ka që kam thënë mamit. Do më hapësh derën thash se nuk mund të shame. Ti më tregove dhe dhunën që je dhunuar. Nga kush je dhunuar në atë familje? Nga Armandi. Edhe kur kam qenë 7 me 5 muajshe, jo 6 më fal, 6 muajshe 7 i kam kërkuar një molto. Krasana, më thënë, më vajt i mendja dhe isha 7 dhe normale, pashti më vajt i mendja. Nuk mund të thosha, jo. Ne thash, majt një molto, thash, dhe ma blesh 200 lekë të vitra. Por ai të dhunoi për çfarë? Për molto, se është skandaloze, që ti 7 zënë të kërkosh një molto dhe burri të dhunoi. Edhe nga nervat e sipër, i thash, unë mirë, smijët, ti thash, unë do t'i kërkoj babi tim, thash, në blerë një molto, thash, se mja pleka, të vetë t'i ble vetë, thash, qarë më hajt, ose qarë më hajt. Edhe më ka hequr turinve, kam qenë 6 muaj të shkazar. Kemba këtu, e prejë, e shikon? Të ka goditur, vjeri. Jo më ka goditur, më ka prejë me motorsar. Përsa më i kërkoj një ditë që tash se kemi nevojë për çdo gjë. Normal. Për një të balë, për një kafe, për një çdo gjë që na nevojë ti tani më vrap, do vinë ti thoshte, do atë ai. Tash si mundet një burrë 30 kusur vit, të vejti thot babait se do nuk sjap çfarë, do atë. E dashur Artiola, le ta themi që ti more të dashurën e motrës. Se në fillim është dashuruar Ksenja, motra jote me personin që ti po bashkëton sot. Do të them dhe arsyen, ishte i vetmi person në deta që më ka dalë në krah. Se mua më kanë hedhur në rrugë, bashkë me gjithë Ksenja, bashkë me gjithë mamin tim, më kanë hedhur në rrugë. Se sa për djeni nuk e kishte burrë, po thjesht ishin të dashur, kash, nuk e kishte burrë. Dhe tërë ato që janë të gabuara. Mori në telefon dhe tha, o je po dritin gjërave, ose do dalë unë t'i hapsa, o do t'a vras atë, ose një gjë do t'a bëj. Tash unë, ç'po më ke iki me kjo iki, veçan është jeta time, do krijoj jetën time. Me këtë dua unë. I dëgjuan disa momente kur Artiola ka qenë në live me Odetën dhe ka treguar historinë e jetës së saj, por kjo histori ka prekur motrën, por edhe ish-burrin sigurisht. Ndaj do hap dritaren këto momente për Ksenja Dalipin. Unë jam familjare, po si është ajo, po si që edhe tinë, dhe kam krijuar një familjen time, dhe normalisht... Ksenja, në radhë të parë trashëgime, më vjen mirë që ke nisur jetën. Faleminderit, shumë faleminderit. Sa kohë ke që ke nisur jetën nga e para? Unë po bëj 5 muaj. Je lumtur. Shumë, po. Dhe më vjen mirë që ke gjetur dashurinë e vërtet. Po, të vërtet edhe më as të lashe, përtej të lasheve larg sherreve, domethënë. Me pas fjalë shumë mirë dhe shumë e lumtur. E qartë, e dashur Ksenja, dua të flas me ty ditën e sotme. Ti e ke parë momentin kur Artiola ka qenë në një live me mua dhe e tregoi historinë, realisht edhe unë u çudita kur ajo tha që unë djeva mirë me partnerin e motrës dhe u dashurova.
Që di, për shembull je grua vetë, femër vetë, dhe po talinte motra tende, supozojmë, do ta merr një tjas që beshe fjalë. Është e rëndë, realisht është e rëndë. Por... Dhe unë për këtë pjesë, unë pak merrem, unë do ta çoj deri në fund, gjallë e vdekur për shpirtin e atij babi. E dashur Ksenja, hakmarrja është gjëja më negative e njeriut, pavarësisht se ajo gaboi dhe u dashurua me ishin tënd, por ajo është gjaku jot dhe nuk e pse hakmerresh, ta jep si këshill si një motor. Dëgjoj Odeta, sa po erdha nga puna dhe nuk kam më besë, nuk kam fuqi për asnjë gjë. E dashur Ksenja, unë fola gjatë atë ditë me Artiolën, me motrën tënde, dhe më tha që ju keni shumë kohë që nuk flisni me njëra tjetrën. Po, gati, po thuaj se që kur iku edhe nuk kam më kontakte dhe nuk dua ta shikoj. E di që është motra ime, e di që është gjaku tim, po nuk dua gjallë e vdekur, nuk dua ta shikoj më. Ajo më tregoi që ti e dëbove nga shtëpia së bashku me nënën kur ajo u nda me Armandin. Dëgjoj, atë sa ajo ta tregoi, ajo ta ka treguar sipas interesit të saj. Atë vajti e mori ish burri tim dhe e ka marrë ajo i ka thënë do të dalum për Zot. Tani unë jam në shtëpinë time, jam me maman time, domethënë e ndihmova atë shtëpi e ka mamaja time. Ja le është punë e saj dhe ajo nuk donte ta mbante. Jo se ja futa unë spica, se maman e kam 54 vite, nuk mund t'i fut unë spica që mos e qas ose mos e bëj. Ajo e di vetë jetën e saj dhe rrjedhën e saj. Po që na ka sjell shumë probleme, na ka sjell tej mase, nuk më ka lënë të qetë. Edhe aty ku jam, me fle me stres, fle me frikë, se dhe më do dalin në një gjë tjetër, do më prish familjen, do t'i bëhem barë gjende asaj mamas time, do ta më beso. E dashur Ksenja, ne të dyja njihemi prej disa kohësh, që në momentin kur motra juaj u nda me Armandin dhe problemi ishte djali. Unë e mbaj mend që ti si motër ke dashur ta ndihmosh Artiolën. Ka qenë kështu që kam erdhur për ta ndihmuar. Po, unë jam për ta marrë djalin. Unë jam transparente dhe flas gjithmonë të vërtetën. Kështu ka qenë. Ti ke ardhur të ndihmosh motrën për djalin se ajo e humbi kujdestarinë e djalit. Po. Por çfarë ndodhi më pas? Nuk e di, më pas i ku si mori vesh që mori atë ish burin tim, e kupton, ati ka që po mirë, ma ka që më po mirë, shumë mirë. Po jo tash ti, duke ditur që unë vinja dhe rrugët e Tiranës më besoj, kam larë me lot i kam larë, kam nendur rrugëve, kam erdhur mes natës në shtëpi, me një mama të zmurë, dhe kur e kujtoj, biles kam zen edhe psikologe e kam zen për gryke mu në zyre, edhe biles më kanë marrë një ditë më kanë mbajtur në polici. Vetëm për si diamen një djalin dhe ta shikoj një atë lumtur dhe të vinte në shtëpinë time. Po nuk qenë nga e drejtë kjo. Ajo iku... Më beso, kam erdhur dhe të kam zen që unë me çdo kush do t'ja marr djalin. Të kam zen kështu. E vërtet, e dashur Ksenja, por çfarë ndodhi? Sepse Artiola kur u nda me Armandin, fillimisht ka ardhur me djalin e vogël tek shtëpia juaj, pra tek nëna dhe ty. Çfarë ndodhi? Pse iku nga shtëpia juaj? Sepse Artiola tha që më dëbuan. Jo, asnjë totalisht poshtullaf, sepse ka qenë muhabeti që tha, do më mbani djalin, tha ka ikur me ish burrin tim. Ish burri tim, se s'mund të vinte me mua në punë. Po do merrte kunacën me vete? A është isme ti ikë buri, për shembull, ta zem buri tënd ti ikë me motrën tënde në një punë? Dhe të rinë për muaj. Ata ikën në Greqi të dy? Ikën në Greqi të dy dhe djalin e mbajta unë me këto duar dhe e ka mbajtur si mos më mirë, edhe asgjë nuk i mungonte edhe ajo iku, si përfundim e erdhi pasaj u larguan të dy. Ben si ben, ajo tha unë nuk mu ben mirë, po mirë i tha fundik, ti në punë tërë, po tha kjo do i ti dhe mu ka pas ati, tha se mua kjo më ka qëndruar pranë, tha. Se kështu ka qenë. Kështu ka qenë historia? Kështu ka qenë e vërteta, se unë jam goxha super e rritur dhe nuk mund të gënjej për shembull për një gjë që është e vërtetë kështu. Unë i thash që hajde të ikim të dy, jo do marr Artiolën, tha.
Tash si do më lindje mua, edhe të merrte motrën time. Por në momentin që burri të tha unë do iki në Greqi, po do iki me motrën tënde, ti kërkove që të shkojë edhe ti, pse nuk shkove edhe ti? Apo ti fillove të dyshoje që ata të dy kishin nisur një raport? Unë atë e kisha kuptuar se ma kishin thënë këtu persona në fshat pasi pasi ndroi jetë babit, ma kishin thënë disa persona tu dhe u mblodhëm me mami dhe po diskutonim që i thash mami kështu, i thash unë që mi dhe motër me izburin kështu, me burin, i thash. Mami, jo, sa nuk është kështu, sa si që janë këto të mamas që mos e është turp nga fshati, jo kështu, po kështu. E mi dhe mbajta, unë i ku ajo ndes, më hapnin as telefon, pasaj nuk i përgjigja as djalit i dërgonte një lek, e kam mbajtur si kam punuar, me mishe me shpith e kam punuar, e kam mbajtur djalit, jo 2 muaj si sajo, po e kam mbajtur 6 muaj o deta. Me të tëra të mira, me bebelina, me të veshur, me banane, nuk do të t'ja kujtoj se është nipi tim, është gjaku tim. Por, nga momentin që i dëgjova që sa e kam mbajtur vetëm 2 muaj dhe më kam përzeni, jo, se unë për atë djalë erdha deri në Tiranë, erdha deri në ty. Edhe Ksenja, në momentin që motra jote iku me ish burrin tënd, ti nuk fole me motrën? Vetëm Artiolën të folur? Jo, nuk më hapnin në telefon, pastaj çdo gjë ishin blok, çdo gjë. Për çdo gjë blok. Dhe në përgjykat paraqitja unë në atë shpinja djalin unë asgjë fare, vetëm kur u bë ditë e fundit e gjyqit, atëherë ka erdhur ajo, bashkë me ish burrin tim, e kanë marrë djalin, kanë ikur dhe që nga ajo ditë që në qershor, 30 qershor ka qenë dita e fundit e gjyqit, dhe unë s'kam patur në kontakt as me motrën as me atë. E qartë, ti u ndave përfundimisht, por ish burri çfarë të tha, që nuk shkon më me ty dhe unë do marr motrën tënde? Po, unë nuk ndihem e lumtur me ty, sa sepse se unë si çdo grua e kupton mund ta shtjell burrin që do t'i kërkoj llogari që sa prishe kaq punove se do bëj një atë të shtëpisë. Nuk shkoj dot me ty, sa sepse ti kërkon llogari, ti do kështu, sa ti sërit, sa ti bën, sa dhe mirë sa shumë vazhdo që i lumturin tënde. Po, kur e shikoj pas disa ditësh, disa javësh, e shikoj me motrën time. Dhe me kështë bërë foto, me kështë bërë një kushërira ti me foto, sa ja ku e ke, unë prap nuk e besonja, thosha, jo, nuk e bën motra ti me të. Kur i gjej një ditë vetë, dhe i thash, me shumë ashtu, isha shumë e nxehur, po në atë moment nuk e thash vete. Po ku i gjete? Dhe i thash, dëgjoj, turp të kesh, i thash. Ku i gjete, të dy bashkë që... Unë i gjeta në Korçë, dhe isa me bashkëshortin tim. Po? Dhe i gjeta në Korçë. Dhe tani se ati ja të rëgova muhabetin dhe i thash këtu e këtu. I thash dëgjoj, thash të turp të të vi, i thash shumë për gjestin që beri, i thash shumë se bura e gjenë sa të duash, po motër nuk të beret as njëri. Motër dhe nena as njëri nuk të beret në këtë botë. Dhe çfarë të tha Artiola? Ajo tha unë kjo më bë mirë, tha unë gjeta lumturin time, tha mua mos më shqetësoni me, tha s'keni punë me mua, tha dhe po i thash unë për atë punë, i thash unë të vajta deri në Tiranë e odejta, thash unë, për të marrë djalin ty, thash me ti thua, thash unë që mua nuk më dole në krah. Në fakt është rëndë. Dhe sinqerisht më erdhi shumë rëndë dhe shumë turp një kohësisht. E dashur Ksenja, por me maman e saj, me maman tuaj, si u përball Artiola? Sa shumë e rëndë, pavarësisht gjithçkaje, kur ajo ishte live me mua, unë ja thash që mbështetjen dhe dashurin nuk mund ta gjesh te burri motrës, është shumë e rëndë kjo gjë. Por me maman e saj, kur u përball, çfarë i tha? Me maman e saj se është turp të ta them, po ta them sinqerisht, dhe po tregojnë shumë e sinqert me ty, kur e ka marrë mami në telefon dhe i ka thënë, pa u marrë vesh në për njerëzit, hajde në shtëpi, ka thënë, dhe të rim të treja bashkë të punojmë, dhe të mbajmë atë shtëpi që na la babaj. Ajo i ka thënë, më falë për shprehjen, i ka thënë, ikë moj plere mutit, i ka thënë, ale e mutit, më falë për shprehjen, në 100 herë, ikë moj plere mutit, ale e mutit, mbaj aty që ke aty për mua, do më thënë. Që në moment që ti thuash nenës, ke nenën vetë, ti thuash nenës plere dhe ale, unë nuk e di. E shumë e rëndë. E dashur Ksenja, motra të akuzoi se tani ti e bërë me Ish Kunatin, me Armandin, dhe hakmerreni të dy,
kundër Artiolës, duke bërë dhe foto dhe ja keni dërguar asaj. Kështu pretendon motra jote që pak merresh ti, ajo të mori burrin, tani ti për inat po bësh me ish kunatin. Unë me ish kunatin nuk jam bërpar, nuk kam lidhje fare me këto. Për kundrazi me ato që kam dëgjuar unë kam respekt shumë të madh se është baba i nipit tim dhe unë do kem respekt dhe do kem hyrje dalje si i thonë muhabet, sepse është nipi tim. Dhe sa që kam takuar unë atë nip, sa që kam ler unë, sa që kam nxjerr unë nuk e ka nxjerr e jema, ma beso nuk e ka nxjerr e jema. Dhe ato që tha që kam një vit parë, se të tregojmë realiste, se unë motrën kam kur i thonë dhe atë nuk e kam. Me çdo kusht i ka thënë, i ka telefonuar hajde mere, dhe për ditëlindjen nuk e mori, po më vajta e mora e nxora unë. Ato ishin totalisht gënjeshtre. Dhe në mos qenë gënjeshtra ato, mua më vrap të Perëndia më lënë të këtu. Sepse motra jote Artiola pretendoi që i është ndaluar djali nga ish burri dhe Jo. Përmbarimore. Jo. Ajo ka vajtur se si ka hedhur asnjë kokër leku, i ka hedhur vetëm 200.000 leka i ka hedhur në llogari djalit, edhe ajo nuk ja le normale, se sipas gjykatës do veproj dhe ajo. Se ti po mos bëre detyrime muaj për muaj, s'e ka marrësh të djalti. Ashtu kështu. Ndërkohë, dhe ajo ka ndaluar, po në momentin që i ka thënë ajo bëj detyrimet i ka thënë, dhe unë do ta sipas gjykatës ta marrë. Ajo prapë edhe pse s'kishte për detyrimet ajo, prapë i tha, hajde mere dhe për ditëlindje dhe për pushimet gushtin e kishte 1 muaj, nuk u kujtua, po këto nuk i ka faret as Ksenja Odeta, as Armandi, as mamaja time, dhe as ai djalë. I ka faret kokës saj. Është vetëm 30 vjeç dhe nuk di të mendoj fare. Por nipin e ke takuar, ta ndalon Armandi? Jo, unë në nipin kur e takova, më pardje e takova nipin. Edhe flas në kamer çdo ditë. Është mirë. Dhe më ka thënë që mami nuk më merr, ti më ke nxjerrë më shumë, mami nuk më ka bler asgjë, mami nuk më ka nxjerrë dhe unë nuk e dua dhe të dua ty. Fakt është e dhimbshme për një fëmijë që të mendoj kështu për nënën e tij. Jetojnë aq afër me njëri tjetrin dhe nuk takohen. Gjysmore lart, sikur me kem të vish vetëm përpara se me makinë. Jo na tregon edhe ajo vajta po kishte trafik, po asnjë nuk e ka marrë dyerja ka nxjerrë, edhe asnjë nuk e ka marrë tjetër. Është gjuna për atë fëmijë. Po mua nuk ka çmë bën se unë nuk pak merrem për burr, sepse unë kur i thon krijova familjen time dhe kam jetën time dhe jam shumë për bukurinë të Zotit, po që ajo nuk po më lerat, më beso, ajo nuk po më lerat, me polici, me foto, me të gjitha. Nuk po më lerat, më beso, nuk kam ka t'jam baj dhe unë. Është turp të dëgjohemi edhe me kur i thonë me burrin, edhe me njerëzin e burrit. E dashur Ksenja, por nëna besoj e ka përjetuar shumë largimin e Artiolës dhe këto vite që s'keni kontakte me të. Besoj ajo e ka përjetuar. Ajo e ka përjetuar do me thënë, nuk thot në këtë kuptim që unë nuk do t'ja shikoj suratin në mënyrë që beri këtë veprim që mori atë. Se mund të merrte një dikë tjetër se normal që do martoshe. Po jo tash të merrte fejuarin tim. Është turp dhe ulje e madhe për mua. Ty të ka lënduar. Dhe unë nuk e qas, do me thënë edhe mami e ka bërë të qartë dhe unë i kam thënë që në atë shtëpinë kam e nitë se ajo nuk ka vend. Për burin nuk më intereson fare. Është me atë jetë të lumtur të ketë. Ksenja, në fund të live-it, kur ajo ishte me mua, Artiola, dha një mesazh për ish burrin, por edhe për ty dhe për nënën. Ti do doje të jepi një mesazh? Një mesazh për te kësaj historisë, se më është mbledhur shumë dhe e kam lënë shumë. Nuk i kam bërë, do me thënë nuk i kam bërë zë për asnjë lloj gjëje. Po dhe për kërcënimet, dhe për ish burri asaj më mban makinën ndër këmbë që të më shtypë, dhe këto janë shumë akuzat të rënda, sepse unë nuk po i bëj asnjë lloj gjëje dhe nuk e kam ngacmuar për asnjë lloj gjëje. Po pse? Fare, ata punën e tyre. Kush po të kërcënon ty, Ksenja? Burri i kësaj, i motrës, ish burri tim domethënë, dhe ma ka mbajtur 2-3 herë makinën në këmbë. Kjo është. Për të më shtypur. Dhe kur ka ndodhur kjo ngjarje? Unë po bën jam 1 muaj e ca, 2 muaj, shu pasi ashtu ja unë
se jo, ashtu dhe do dalis në rrugë, se normali të bjerë rasti të ikëshe në rrugë, edhe ma ka mbajtur në këmbë, kështu, ma ka mbajtur në këmbë, edhe sa të shtë më shtypte, më ka zënë në akletet, do me thënë, goma më ka zënë në akletet. Por që pun ka i tani me ty kur ti a i të la, e të mori motrën? Unë nuk e las, a i me la mua. Dhe tashi, në qofë se mua nisë pas nisë mundos një, se a i përderisa ka për të dy lloj veprime, që më ka mbajtur makinën këtu, nisë pas nisë të më shtyp. Ku mund të gjeni të sigurit tashi? Ku mund të jem ka që sigur të dalë në rrugë? Sepse Artiola pretendonte të kundërtën, sikur ti e kërcënon atë me burin. Pare, unë nuk kam posuaj se sasa ajo një 3 vite, ajo posuaj se 1 vit e ca kështu, unë kam shkëmputur çdo kontakt dhe nuk, edhe herë e parë që e shikoj në live-in tënd, si fytyrë, se po ta shikoja nuk do ta njihja fare. Dhe nuk i kam bërë asnjë lloj kontakti, le mami jo e jonjë, nuk dua t'ja shikoj suratin me thot, dhe nuk dua të më shkel në shtëpi. Mjafton sot të kem ty, thot, kaq. Nuk e do fare, ka vajzën dhe unë e kam, motrë e kam, nuk e moj se është gjaku tim, thash për shpirtin e ati babi, unë nuk e le. Ajo bej. Kush t'jenë me e fortë? Zemër, por nuk duhet të procedoni kështu. Ma beso, sepse nuk fitoni asgjë nga kjo gjë. Prandaj të them qetësohu, ruaj gjaktësinë, qetësohu dhe shikon lumturinë tënde. Por unë nuk dua që të mërzish, sepse boll e mërzitur ke qenë me këtë histori. Ke një mesazh për Artiolën? Unë kam një mesazh për Artiolën dhe do t'ja përcjell. Do t'ja përcjell Ftinën në vend tim dhe do t'i thuash. Në qoftë se ajo vazhdon përsëri kështu, dhe buri i saj po më kërcënon mua në rrugë. Nisë pasi se mund të më shtypë, në qoftë se ajo nuk i dorë nga këto, më beso, për shpirtin ativa, më beso, unë edhe kokën time do vë në rrezik dhe unë nuk e le me gjallë e vdekur. O të roj ajo, o të vdesu. E kam të prirë në mendjen time dhe nuk i marr lej asnjëriu për këtë gjë, sepse më është mbledhur aq shumë në kokën time, sa unë muajin e parë, muajin e kaluar, nga hallet nga problemet, unë kam kaluar në depresion më vetë. E po, duhet të jesh e qetë dhe kujdesu për veten tënde, për shëndetin tënd, çfarë ka kaluar. Tani ti ke krijuar një familje të re, je e lumtur, shikoj gjërat e bukura dhe mos e kthe më kokën pas. Po nuk po më le rak, me odita, nuk po më le rak. Të thash, 2 herë më zori me makina. Nesër mund të më shtyp mua. Ku do gjendet e drejta time? Çfarë ashtu të timbetet kësaj mamas time nesër pas nesër? Jo, kjo është e rëndë dhe ti duhet ta denoncosh, e ke denoncuar dhe policia duhet marrë masa nëse ky person të përndjek dhe të kërcënon. Po si unë as nuk i kam lënë në telefon ta dërgoj listën e telefonata, unë nuk kam numër fare të atyre. Dhe vetes më ka erdhur ai zonës, ka vajtur në shtëpi në Kamenit dhe ka kërkuar numrin e asaj. Sinqerisht po të them, unë nuk e kam. U habita i zonës po më shikonte kështu. Ç'është kjo, më tha mua numrin e motrës e keta. Dhe i kam thënë, unë e mora tani në telefon dhe i thash kështu, mua nuk po më lën rak. Sa nesër do vit në 8:30 do takosh shefin. Unë nuk mund rri dot kështu. Juve jeni ndarë për së gjalli? Përfundimisht? Unë as me gjallë, as me vdekje nuk e dua ta shikoj. Bera fejesën time, berat, si i thonë asaj, mlodha njerëzit e mi, atë nuk e ftova, sinqerisht. As me gjallë, as me vdekje nuk e dua. Por përveç Ksenjës të motrës, Artiola akuzoi dhe ish burrin Armand Bregun, i cili së bashku me motrën Ksenjën janë bërë të dy së bashku, duke u akmarrë ndaj saj dhe duke penguar që kjo nën të ketë kontakte me të birin. Ndaj ditën e sotme këtu në live më odetën, përveç Ksenjës do të kem dhe Armandin. Armand, përshëndetje. Përshëndetje. Edhe Ksenja ishte prekur shumë kur e kishte parë videon e motrës, por edhe ti ishe prekur. E unë jam prekur shumë. Me së drejtë akuzon ajo akoma pyet e Ksenjën çfarë ka. Si është motra, si jam unë. Në fakt Ksenja në kam faj unë le të thotë Ksenja. Ksenja më tregoi në fakt që Armandi nuk na i pengon djalin, por Artiola ju akuzoi se ti ja ndalon djalin. Në shumë e ka marrë kjo zonja që ke në ekran, që po flet live, se sa e jema. Po
Po ta moj, kjo le ta moj. E është e vërtet se ja? Jo, unë ja tregova dhe kësaj, unë përpos kam shumë respekt dhe do kem, dhe djalin sa që ka marru nuk e kam, dhe ky nuk ja ka ndaluar, dhe përpos që nuk ka bërë detyrime, ky nuk ja ka ndaluar asnjëherë. Dhe telefoni këtij nuk ka qenë i fikur as edhe një herë. Në telefon ka marrë policia, polici zonës. Po. Kam qenë në Sarandë, në Komispol të Sarandës që është në kufi me Grekun që e zinte telefoni nuk zinte. E qartë, të gjithve na ndodhimi jashtë Shqipërisë se mos kemi... Po, në do moment, unë këtë numër kam pasur, e këta e kam gjerë sa të kemi jetën. Armand. Çdo njeri që më ka marrë, i mirë, i ligun janë përgjigjur. E qartë, Armand, ajo ta akuzoi se një ditë që kishte lënë takim në Korçë për djalin, pse u vonoa vetëm 10 minuta tha nga trafiku, ai për inat iku dhe nuk ma dha djalit të takoja. Asnjëherë në botë. Unë e kam fritë ka rënë një shi i folë, i shumë të, atëre e mu smur djali, e di e zonja që i kam thënë kështu. Më shumë e kam marrë djalën, tezja se sa e jema, ato janë, ministra nuk e di, po janë të vërteta dhe të përballet me mua zonja. Por si ka mundësi, një nën të futet në një live dhe të kërkojnë ndihmë për djalin, të gënjej, të mashtroj? Moj po janë mashtrime, tash ja është e motra, tash si më beson mua, beson motrën. Asaj ka ikur mendja Odeta. Moresh, ti ti po ashtu, hajde në polici, po kam një ndalesën pra të djalë, unë e kam dhënë kësaj që kjo s'ka të drejtë, apo se shu. Është tezja, e qartë, e kuptoj, është një shkallë më poshtë, e kuptoj, por jo se s'ka të drejtë. Po, të kjo po të thot djalin i të më kur të marrë, të motër takoj e djalin. Unë e di ta bash në telefon? Po. Dije. Po bënja isë nga toka, po bënja punë time. Punë të fshatit, po ngarkova makinën do iki për Sarandë, për të mirën ati djalit. I dashur Armand dhe Ksenja, Artiola ka thënë kur ishte live me Odetën që ju të dy jeni bërë bashkë dhe po akmerreni ndaj asaj. Po çfarë po akmerë mundme, po akmerë më gjave kësaj, ka bërë gjaun. Neve kemi patur konflikte më përpara, por tani unë nuk e kam ndërprerë muhabetin si me Armandin si me djalin. Sepse i nxori i vetë ajo budallaqet e saj që bëri. Te isha unë ajo që të erdha aty dhe të thakë do t'i marrë djalin. Edhe isha unë po ajo që ju kreva kundra tashin, sepse ajo bëri budallaqet e saj. Dhe unë djalin do ta takoj sa e më ndoj qefi dhe me këtë zotrin do ke muhabet deri ditën që do vdes. Sepse do na lidh djali, kaq. Le të sot ajo, le ta marr për grua, le ta marr. Nuk jemi si ajo neve, të të marri ky për grua dhe unë për burr këtë. Dgjoj Odeta, po ti për ta marr për gruan këtë, ka shumë mënyra, po unë e di tezën e djalit. Ta dish. E qartë. More vesh, si ajo që i mori burrën, ose të dashmi që thot. Se valla si ishim me letra ata. Kjo, më falë për shprej, kjo kur fiti me apostolin. Si vete ku nata me burrën e motrës? Dëgjo, unë po kam mundësi, po kam një shkelje ligji, unë do vete drenovë. Asë policia që vete drenovë, do futem brenda. Po kam një shkelje ligji unë. E me psikologë që ka thënë ajo që ashtu, e në zyre përparimit, ajo bete detyrimet vetë vitë ta marrë djalin, unë nuk ja le me djalin, pa bërë detyrimet me, pik. Nuk kam me, ku të dojlet vej, në enë të vej. Bete detyrimet e djalin me kemi të dy bashkë. Ska pun as tezja, as aloj me motër, e motra time, aloj e djalit, as tezë e djalit, as Armand, aloj e djalit. Unë besoj që... As gjyshi, as mena, e ka mund në atë, djalit do rritet, po e rritun djallit, me tëra të mirë, ata i të pyt. E qartë, e kuptoj. I dashur Armand, unë mendoj që... Bëni qartë të doni. Unë mendoj që një nën që ka gabuar, ato gabime do t'i pësoj vetë një ditë, por nga djali nuk duhet të ndarë. Ma beso. Po ta shtë jo të më shaj mua të më vendoj prindrit akoma me ti. Me sharë që u pre me sharë, u pre gabimisht duke punuar. Ajo e pranoj dhe vetë, që ndoshta pa dashje... Jo, të prise fare, po vajtë, e shpume të theme këte. E soli babin në ambulanca. Ajo sa mos erdi apostoli nuk vajtë në spitale. E shumë?
Po. Gjersa mos erdhi apostolja e nuk vajti në spital. Kanë vajtur, kanë marrë fasho... Por pse ç'lidhje ka ky person? Tëra këto, Ç'lidhje ka? Ndime të shpejt. Po, te ata të ishte ajo. A ishte i kryesori i lartër, unë... Kur ashtu me te, kosa isha burë me te. Do më jam me dalë se që jam në shtëpi. Sa i thoshte burri jam në kosh, ishte me këte. Apo sa shumë? Po, fix, që? Tashi, po kam të drejtë, po kam gabime unë, në thoj. Po, jo, po premë qarë, ke shumë të drejtë, po. Po kam gabime unë, e i zhvira, e jam e ksenjës e artjollët, po ka gabime, po kam në një kundërshtim me këto, unë, beni qardoni, unë para ligjit vete, e vete drenovë vete. Armand, s'po e kuptoj, Artjola, Nusja, ish Nusja t'ikte nga shtëpia dhe ty Ksenja t'ikte burri nga shtëpia dhe ata takoheshin të dy në Korçë? Po, më falë, në shtëpinë time takoshin, jo në Korçë, e në Korçë e në shtëpinë time. Se i me ishte Gjermani. Babaj tim ishte në Pularia me mua natën, 5 ditë kur i vdiqi ati, u dhu me pronari babi, nejti nuk vajti në shtëpi, e i pa gjerat babi. Ishte ashti nusën e djalin me kunatin, shal për shale, e gjerend. E shumë e të Unë nuk i di një ato muhabete dhe nuk e besoj një Armandin, por me qarë kam parë dhe qarë kam digjuar do me thënë, ishin totalisht të vërteta. Po kam në një ravim, në një gjë, unë i përbalem ligjit o dhe ta. Jo, e qartë. Me të kundër le t'i përbalet ligjit, le të ankoj në polici ku të doj, e në ajo psikologja, e në e zyrës përparimit. E qartë, por Armand, djali e kërkon nënën? Pare, ja, e di kjo. Po. A të shkone për mërë, se rona po nuk ronë. O deta, 2-3 vit po bajt djalin, vetëm dyre kam gjuar në balkonin në shtëpia vetëm mami. E mo bishqar, do vesh, jo, zdua. Po ajo 7 muaj që e bajti djalin, 7 muaj e bajti kjo, me të ajo 7 disinenti në shtëpi. Me djalin. A është e vërtet me? E bajti ti me gjysel. Unë e mbajta, unë asë zarë një kontribut. Kontributet se di, unë vinja, s'më në qasi. Unë vinja, kur isha pa marrë gjyshe, pa marrë djalin, vinja të takonja. Vetëm një polici zonës ka marrë iniciativën e madhe të pa këtë gjyshi kise probleme për punën e ti. A ju ka ardhur një, kemi vajtër e kemi takuar një djalin, vetëm. E 7 muaj ta shikor djalën 2 metra e mobil, jo një banane, që gjenja mund me banane me Korçë. Po shana një cigare o birë. Unë uroj dhe shpres... Se për të thajmë kjo gjë. Jo, tamam, nuk është për të thënë. Unë uroj dhe shpres... Ta shikosh djalën, të shikoj djalin që ju engjli, e t'i fshiesh, unë kam qenë, 7 muaj. Unë uroj dhe shpresoj që Artjola të takohet me djalin, të prindëroj së bashku me ty, se mbi gjithçka çfarë ka ndodhur, e rënd apo jo e rënd, ju e keni sjellë një jetë atë fëmijë të dy dhe të dy duhet të keni përgjegjësi ligjore për atë fëmijë. Dhe sinqerisht ai fëmijë më vjen keq që e ka mungesën e nënës edhe nuk është rritur me dashurinë e saj. Uroj që të ndodhi sa më shpejt kjo gjë. Unë telefoni kur do erë, më keren Odeta? E ka ma për telefonin? Po, patjetër. Po, nga e ka mund të blokuar së numër? Letë më bira e me një numër, po sa apat më të është pu. Po. Unë shdo njeri i mirë i lik, unë e hap telefonin. I dashur Armand, ke një mesazh për Artjolën? Ksenja ma dha mesazhin për motrën, për t'ja përcjell. Ti ke një mesazh për ish gruan? Ish gruaja të më lera atë, mos më zërë prindrit në gojë. Moreve, shikoj jetë në sajtë, nuk më intereson mua. E mos më mbaj në përgoj shumë, kupton. Ajo po do, letë vi ka shtetë, letë vi me polici. Ta takoj djallë me qëse leon se e bajun. Ka shtetë apo se shu? Po, është zyra përmbajtëmore ajo që bën ekzekutimin e vendimit. Po moj, letë vi me qëse leon. Unë e kam lënë tezër, si se kam lënë qemës. Unë dije, ja, ky vakt, poli djalli një orë. Të dhejme këtë të gjyshen, i thoshe jo, apo se shumë. Unë këta e ka mua më lërë atë, të populoj si qeni pra të djallë, mos i mungoj fje e flokut. Unë një atërsi unë do i kisa randë. Po njëse nësë këthejem. Pra e tregti puna time. Kam një makinë. E qartë. Të falenderoj, Armand, të falenderoj. Të falenderoj. Ksenja, të falenderoj dhe ty. Ju përshëndes të dyve, miru pafshim.
Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite ora 10 jam live me këto histori. Faleminderit që më ndoqët, deri takohemi nesër. Mirupafshim.